Pasi një zarf i zi misterioz u fut brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, tensioni dhe kurreshtja mes banorëve arritën kulmin. Të gjithë filluan të spekulojnë menjëherë se çfarë mund të përmbante ai zarf dhe si do të ndikonte në lojën e tyre. Disa banorë u përpoqën të maskonin emocionet e tyre duke buzëqeshur lehtë, ndërsa të tjerët nuk mund të mbajtën dot shqetësimin dhe filluan të flisnin në grupe të vogla, duke u përpjekur të kuptonin se çfarë mund të ndodhte më pas. Labinoti, i njohur për shpirtin e tij të lojës dhe humorin e hollë, vendosi të shfrytëzonte situatën për të krijuar një prank për banorët. Ai u bë i qetë dhe i vendosur, duke u përgatitur për të folur para të gjithë të pranishmëve. Me një ton miqësor, ai u drejtua banorëve duke uruar suksese, duke i inkurajuar për sfidat e ardhshme dhe duke krijuar përshtypjen se po largohej në një mënyrë të qetë dhe miqësore. Eliona, e cila kishte ndjekur me kujdes çdo lëvizje të Labinotit, u gëzua menjëherë nga fjalët e tij. Shpresa e saj se Labi po largohej nga shtëpia në harmoni dhe me një mesazh pozitiv e mbushi me emocion dhe lehtësim. Ajo filloi të buzëqeshte dhe të ndjehej më e sigurt për vazhdimin e lojës, duke menduar se ky moment mund të shënonte një kthes pozitive për marrëdhëniet brenda shtëpisë. Megjithatë, surpriza e Labinotit nuk u ndal këtu. Pasi përfundoi fjalimin e tij, ai zbuloi me një ton të qetë, por vendimtar, se do të qëndronte deri në fund të edicionit. Kjo deklaratë shokoi banorët. Shumë prej tyre mbetën të heshtur për disa çaste, duke mos e besuar atë që sapo dëgjuan. Të tjerët filluan të diskutojnë mes tyre, duke ndarë mendime dhe spekulime mbi strategjitë që tani do të ndryshonin. Atmosfera u mbush me një ndjenjë të përzierë të kurreshtjes, habis dhe pak frike. Banorët filluan të mendojnë se çfarë ndikimi do të kishte prania e Labinotit deri në fund. Disa mendonin se kjo do të sillte më shumë strategji dhe lojë të ndërlikuar, ndërsa të tjerët ndjenin se marrëdhëniet mes banorëve mund të tensionoheshin akoma më shumë. Eliona, megjithse fillimisht e lumtur për urimin dhe prank, unë e Labit, nuk mund të mos ndjente një pikë të lehtë pasigurie. Ajo kuptoi se qëndrimi i Labinotit deri në fund do të ndryshonte dinamikën e saj brenda shtëpisë dhe mund të krijonte situata të papritura që do ta sfidonin emocionalisht. Ndërsa shikonte banorët e tjerë, disa të ngazëllyer dhe të tjerë të shqetësuar, ajo filloi të kuptonte se kjo nuk ishte thjesht një lojë e thjeshtë, por një test i durimit dhe aftësisë për të menaxhuar emocionet dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë më të famshme të vendit. Ky moment u bë një nga më të komentuarit në shtëpi, duke krijuar një tension të hollë që do të ndikonte në zhvillimet e ditëve në vijim. Banorët filluan të analizojnë çdo lëvizje dhe fjalë të Labinotit, duke përgatitur strategjitë e tyre për sfidat që do të vinin, ndërsa publiku jashtë shtëpisë mezi priste të shihte si do të zhvillohej situata. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.